Ishin qu Shqipet të shku në deti me shumicë, domethënë kishin kriju kolona në autostradë. Pra një popullat me 1.5 milion banor, kur nuk janë shpërjulla pushimeve hala, sepse shkollat nuk janë shuande dhe familjet nuk mund të planifikojnë pushime, tamam pushim që është. Pra ishin qu të shku për Bajram, atje në Shqipni me shumicë të kriju kolona. Edhe çka bojnë? Pastaj ankohemi për krizë, jena të shku drejt kolapsit, jo ku ta di unë. Jo tybe, nuk jena të shku. Përkundrazi, kjo është tregues që si kena punë të hiç keq, sepse nëse shkojmë me shumicë, një popullat e vogël që më kriju kolona në autostradë, kur nuk është as periudhë pushimeve, kjo është tregues i qartë që na e kena punë të bajagi mirë. Pra, mos ankoni, mirë që po shkoni, mirë që inshallah keni gjithmonë, po u anku mos joni mu.